LDK-ja përmes kandidatit Haxhi Avdyli pohon se tani më jemi në fund të fushatës të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ku këto kemi ardhur për fajin e atyre që nuk kanë mundur të udhëheqin. Prandaj besojmë se Kosovës i duhet një përbashkues siç është Vjosa Osmani, që ne të ecim pa propagandë, të ecim përpara, sepse qytetarit i intereson zhvillimi ekonomik, shëndetësia. Kosova nuk ka tradhtar, por ka njerëz që qeverisin me punë dhe vazhdoi. Tash 2 ditë para zgjedhjeve të jashtëzakonshme, të cilat janë të jashtëzakonshme sepse ishte edhe vullneti i Albinit që na dërgon edhe në këtë cikël të zgjedhjeve të padëshiruar nga gjithë ne, sot qytetari është para një zgjedhje të vazhdohet politika e blokadave dhe zgjedhjeve të njëpasnjëshme, apo të orientohet drejt një zgjidhje afatgjate të një skene politike të bashkume, ku të gjithë partitë do të jenë me opsionet e veta, po njëjtën kohë do të ulet që të gjejnë zgjidhje për hallet e qytetarëve. Është shumë e rëndësishme në këto momente para zgjedhjeve që ne të bëjmë apel për dalje sa më masive, të shkojmë të bashkuar, pa përçarje, pa propaganda, pa fyrje ndaj njëri tjetrit, në mënyrë që në këto zgjedhje të kemë opsionet e nevojshme për një qeverisje, opsionet për të vetëvendosjes, fatkeqësisht janë opsionet të vadës ujit, që u prezantuan në Lupç, por mendojmë që Kosova meriton më shumë, ambicjet tona duhet jenë më të mëdha, dhe mendoj që pas 7 qershorit në skenën politike do të jetë një aktere politike si që është Vjosa Osmani, e cila do të prezentoj një opcion të ri për Kosovën, do të jetë një opcion përbashkues, siç e ka udhëheq edhe presidencën, do të jetë edhe në politikën kosovare, dhe ne do të ecim pa blokada, pa përçarje, pa propaganda, po në punë të mira për vendin tonë, për Prizrenin, për Kosovën, që të ketë ndryshime për ato thelbësore që janë për qytetarin. Qytetarit i intereson punësimi, qytetarit i intereson rrugët e mira, qytetarit i intereson sigurimet shëndetësore, qytetarit i intereson zhvillimi ekonomik, e më pak kush ka tha, kush me kënë është dhe kush e tradhtoi këtë vend. Mendoj që Kosovë nuk ka tradhtar, ka njerëz që qeverisin me propagandë dhe ka njerëz që qeverisin me punë. Unë mendoj që tani opcioni për punë është Nini Treshi. Ai me këtë rast kërkon dalje sa më masive në këto zgjedhje. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.